duhet që të ndërgjegjësohen njerëzit që të mos e braktisin, sepse ata që nuk vinë vetë në rrugë, ata dikush e ka braktisur dhe për ditë po shtohen. Sado të mblidhen stres, sado të krijohen stresa, janë më shumë qenë, sido që tjetë. Stresat nuk mund t'i marrë të gjitha qenë. Problemi është tek individët, te ndërgjegjësimi i njerëzve që lëshojnë ata qenë, që i lënë flirshëm, që i shumojnë pa kontroll dhe si ka ndryshuar ky ndërgjegjësim vit pas viti? Ka një përmirësim. Janë më të vëndashme mbas kafshëve, mbas qenve, sepse ka shumë familje që kanë qenë në shtëpi. Por si ka ndryshuar kjo? Është e vërtet. Njerëzit janë më të ndërgjegjësuar, por ne kemi nisur këtë punë rreth 10-12 vite më parë, nuk kanë qenë këto koncepte pothuajse as pak. Njerëzit kanë filluar të ndërgjegjësohen, kanë filluar të ndërgjegjësohen për sterilizimin e kafshëve, që është gjë e domosdoshme, sepse klyshtë e tyre të pakontrolluar përfundojnë në rrugë, se pa diskutim një familje e vogël që merr një qen, nuk mund të mbajë dhe 16 klyshët që mund të bëjë ai qen çdo vit. Dhe pastaj ata klysh përfundojnë në rrugë, kështu që duhet të ketë një sterilizim masiv të kafshëve, që do të thoya duhet jetë i detyrueshëm, dhe pastaj pjesa e adoptimit kanë filluar të ndërgjegjësohen, shumë njerëz adoptojnë qenë nga strehat, mënyra e mbajtjes së tyre është më e mirë se çka qenë, por prapë ka vend akoma për shumë. Sterilizim apo helmi masiv? Sterilizim masiv. Helmimi është po ndodh dhe kjo e dyta. Kaluar jo human. Si? Po ndodh dhe kjo e dyta, dhe helmimi qenve ndacak. Kjo unë nuk kam fakte që ndodh një gjë e tillë, ne i dëgjojmë nëpër media që ndodhin. Është shumë për të ardhur keq. Është shumë për të ardhur keq. Ka video të qenve. Po, prandaj thash, po dëgjojmë nëpër media që ndodhin. Është shumë për të ardhur keq kur ndodh nga individ personal, është për të ardhur keq dhe e pafalshme kur ndodh nga institucione. Është një fatkeqësi shqiptare, do thoya, por që është një fenomen që duhet është i pakonceptueshëm dhe duhet jetë kategorikisht ndaluar. Ka shi atyre personave, sidomos kur janë të faktuar, duhet të merren masa dhe duhet jenë masa sa më të larta. Nëse kryen nga bashkia, ashtu siç duhet merren masa, ashtu siç duhet merren masa dhe ka shi, ashtu duhet të merren masa dhe ka shi personave që i braktisin ata. Dakor, ju falenderoj. Po, jo nëse kryen nga institucionet vendore, shfarosja në masë të tyre. Duhet të merren masa. Duhet të merren masa ka shi personave që kryen dhe ka shi institucionit. Pa diskutim. Nëse kjo është faktuar, duhet të merren masa. Ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve.